Okej, përshëndetje miq, fundi ka dalë libri Paraja, një histori e njerëzimit i David McWilliams, është një nga rekomandimet tona, por për të kuptuar më shumë rreth këtij libri dhe për të ndarë më shumë arsye se pse duhet lexuar, ne kemi ftuar një mik të veçantë, profesor Civicin, autor librar sigurisht, profesor akademik, edhe ku ka më mirë se me profesor Civicin të flasim për këtë libër. Profesor, sa rëndësishme është ta dimë të shkuar në paras që mbajmë për ditë në xhep? Pikërisht, ky libër bën këtë gjë. Ky vërtet titullohet Paraja, por në titull ka një histori e njerëzimit dhe ai shpjegon shumë bukur me shembuj të jashtëzakonshëm, me ngjarje historike, me ngjarje politike, me ngjarje që kanë lidhje me religionet, me mitet, me gjithë etapat që ka kaluar Paraja në historinë e njerëzimit. Pra është një përballje ose një miksim shumë i bukur midis historisë paras, historisë njeriut, historisë të vendeve ndryshme dhe historisë njerëzimit në përgjithësi, parë me syrin e paras dhe parë mbi të gjitha me atë natyrën e dyfisë dhe dilemën e madhe që njeriu ka pasur gjatë gjithë historisë, e krijoi njeriu paran, por në shumë momente të caktuara ose nuk e ka kuptuar si duhet, ose e ka përdorur keq, ose është nështruar për saj, ose e ka bërë zot edhe ka krijuar mitin e paras. Të gjitha këto në detajet e jetës përditshme e shpjegohen shumë bukur në këtë libër se si ne ndërtojmë përditshmërinë dhe jetën tonë dhe vendimet që ne marrim në funksion paras, në funksion të gjithë gjërave që lidhen me paranë. Autori thotë që Paraja në thelb është një lloj miti që ka krijuar që njerëzore dhe besoj përmes këtij libri jemi dakord që e çmitizon. Njëherë një nga gjërat që mua më pëlqeu shumë këtë libër është që deri diku është Paraja është energji dhe në të gjitha ato vende ku ka patur zhvillim ekonomik, kulturor, në gjitha ato vende ku ka patur kreativitet, Paraja ka lulëzuar. A mund ta shpjegosh pak më tepër, a është e vërtetë kjo? Duke marrë në konsideratë dhe faktin që ne jetojmë një shoqëri ku paraja është mit, ku gjithmonë jemi në skamjen e paras si shoqëri. Po natyrisht kjo është dhe dilema më e madhe dhe bile do thojë ekzistencialiste e gjithë njerëzimit për sa i përket marrëdhënieve me paranë, sepse paraja mund të trajtohet si mit, ku ti i falesh dhe i lutesh për ditë, po mund të trajtohet edhe si mallkim, sepse jetja është frenuar për para dhe një marrëdhënie e veçantë me paranë, me shumë egoizëm dhe me shumë elemente të tjerë, mund të çojë në katastrofa të mëdha edhe një njeri, po edhe shtete apo popull të tërë. Dhe pikërisht thelbi i këtij libri është ky lloj shpjegimi si ka evoluar paraja në histori, u shpik si një nevojë, si një instrument shkëmbimi për të shkëmbyer vlera me njëri tjetrin duke ndihmuar njeriu jashtë mase në gjithë zhvillimin ekonomik, në zhvillimin social, tregtinë edhe gjithçka, por paralelisht me këtë histori të paras, ka dhe shumë momente që janë sa të lavdishme aq edhe të errta që kanë bëjnë me marrëdhënien e njeriut apo shtetet apo shoqërive të veçanta me paranë. Sepse paraja është shpikur si instrument në shërbim njeriut, nga njeriu, por shpesh është kthyer në një zot të dukshëm dhe të padukshëm që përcakton veprimet, jetën, karakterin dhe gjithë sjelljen e njeriut. Dhe ku ka më mirë se sa në një libër të tillë, i shkruar në mënyrë të jashtëzakonshme, kulturore, informative, historike, psikologjike, filozofike, ekonomike, po, të mund kuptosh veten tënde, historinë tënde si njeri në raport me zhvillimin, në raport me paranë dhe mbi të gjitha në raport me ato qindra vendime të përditshme ose të përjavshme që ne marrim nën ndikimin apo nën efektin e paras. Dhe më shumë se sa një pasurim kulturor duke lexuar këtë libër ku ti shikon gjëra shumë e shumë bukura të natyrës paras, ti krijon një reflektim në vetvete në lidhje me një qëndrim shumë më të drejtë dhe shumë normal çfarë është borxhi, çfarë është kredia, çfarë janë kursimet, çfarë janë çmimet, çfarë janë obligacionet, çfarë janë mashtrimet financiare ku ti mund biesh shumë shpejt viktim edhe e egoizmit apo mungesës tënde të njohurive, dhe mbi të gjitha është shumë e bukur pjesa e fundit e librit, i cili kalon dhe shpjegon shumë bukur lindjen e një forme të re të paras, pra nga paraja që
fillimisht ishte send i ndryshëm, guacka ose sende tjera, në Paran që ishte metal, ai sa mund cilli gjëra shumë të mira, sepse kur përfshihesh në një fenomen të ri dhe e kupton dhe përfiton, po aq mund cilli dhe katastrofa të mëdha, qoftë individuale, qoftë shoqërive të veçanta. Profesor Cilitit, kalojmë pikërisht tek pika e fundit, pasi David McWilliams duket ndoshta pak konservator, sidomos në lidhje me kriptot, me paran digitale. A është në të vërtetë, sepse ai thotë kriptomonedat në vetë nuk janë para, sepse paraja ka një vlerë, është e shkëmbyshme gjërësisht, e pranueshme gjërësisht. Ky është debati më i madh sot që bëhet, sepse kalimi në kriptomoneda, kalimi në paranë digjitale, bile në ide që mund duken futuriste, tani po bëhen normale edhe në një lloj paraje biologjike ose organike që qarkullon brenda trupit njeriu me retinën e syrit ose me qarkullimin e gjakut ose me një gjë tjetër. Natyrisht po përballet me dilema shumë të mëdha. Është një fenomen i ri që ka lindur, një fenomen që e kërkoi shumë dhe koha. Përdorimet e tij nuk janë gjithmonë pozitive, sepse ka dhe shumë fenomene negative, por në thelb unë do referohesha teorisë Hayekut, po edhe përgjithsisht teorive që thonë që është njeriu zot i paras vet. Dhe në një farë mënyrë monedat digjitale, kriptomonedat, përveç se reflektojnë një zhvillim teknologjik dhe një natyrë të re të tregjeve financiare dhe monetare, reflektojnë dhe një kuptim të ri dhe më filozofik që njeriu është zot absolut i paras vet. Sepse sipas këtyre teorive, kur diskutojnë me njëri tjetrin, njeriu nuk është gjithmonë zot i paras vet, sepse edhe qeverit mund të ndërhyjnë, edhe prodhohet inflacion, edhe bankat mund të falimentojnë dhe shumë elemente të tjera. Por mendoj që në dy qëndrime që sot janë shumë të forta për sa i përket evolucionit dhe zhvillimit parave digjitale, McWilliams më tepër anon në fakti që akoma ka shumë pikë pyetje, akoma ka shumë paqartësi, ndoshta e thot indirekt që kjo vjen edhe nga që ne njohim pak këtë sistem dhe duke e njohur pak e shfrytëzojmë pak dhe më shumë kemi frikë se çfarë mund ndodhi se sa përpiqemi të përfitojmë prej tij. Okej, falenderoj shumë, profesor. Besoj kjo është një histori mbreslënëse e paras, edhe historisë së paras dhe njeriu. Falenderoj shumë që ndave kohë me ne për ta rekomanduar. Librin e gjeni tek librari legjendare në Tirana Ring Center, por mund ta porosisni edhe online. Faleminderit. Faleminderit.